Kush është më i guximshmi? Ali ibn Abi Talib, radiallahu anhu, pyeti shokët e tij se kush është njeriu më i guximshëm. Ata i thanë, ti je më i guximshëm. Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu tha, unë nuk jam përballur me asnjë person pa pasur një frikë për brenda, kështu që më thoni, kush është më i guximshëm? Ne nuk e dimi, thanë. Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu vazhdon dhe thotë, më i guximshëm është Ebu Bekri radiallahu anhu, i cili në ditën e luftës së Bedrit ne patëm ndërtuar një çadër për të ndetur profeti alayhi salam. Por kur do të vendosej se kush do të qëndronte bashkë me profetin alayhi salam në çadër, në rast sulmi nga hipokritët, i vetmi që doli para ishte Ebu Bekri radiallahu anhu, i cili pohoi se ishte i gatshëm ta mbronte nga çdo lloj sulmi, padyshim që ai është më i guximshmi. Në një rast tjetër, ku ai e ka treguar trimërinë e tij, është momenti kur hipokritët po e torturonin profetin alayhi salam duke i thënë, ti je ai i cili po mohon zotat tan duke thënë se Zoti është një. Pasha Zotin askush nuk i doli në ndihmë përveç Ebu Bekrit radiallahu anhu. Ai shkoi pranë tyre dhe u thot, turp t'ju vi, a do të vrisin një person sepse thot, Zoti im është Allahu? Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu filloi të qaj derisa ju lag mjekra dhe tha, pa më thoni për hir të Zotit, kush është më i mirë, besimtari në kohën e faraonit apo Ebu Bekri radiallahu anhu? Të gjithë heshtën, por Aliu radiallahu anhu e theu heshtjen përsëri duke thënë, përgjigjuni, pasha Zotin, një orë nga jeta e Ebu Bekrit radiallahu anhu është e mirë se 1000 orë nga jeta e besimtarit në kohën e faraonit, sepse ai e fshite besimin e tij, kurse Ebu Bekri radiallahu anhu e pohonte besimin e tij në mes të gjithë njerëzve, pa pasur frikë nga askush. Subhanallah, o Allah, fali dhe mëshiroj shokët e profetit alayhi salam, të cilët e mbrojtën me pasuritë dhe jetën e tyre. Amin.